Mirë, si edhe? Mirë se gjej. Si herën e kalume 51 pak ma shumë. 51 ka qenë herën e kalume, tash mushe pak ma shumë. Po kur 63. Faleminderit shumë. Nëse student, si nxënës, edhe studius në tarmën, çaj shkon një këshill që na mojt neve aktiv gjatë komplet karrierës tonë, që kanë vazhduar. Provoni me pas një farë vedije mbi procesin e jetës juaj në kuptimin e shpenzimit, alokimit kohës. Për shembull, nëse mendoni çka keni bërë dje, 24 orë, prej 24 orëve hajde që po supozojmë një 7 ose 8 jenë gjumë, prej 16 orëve që mesin, i shkëndesh me ditë ma shumë se 12 orë me kallëzu çka ke bërë. Nëse s'ka nevojë me kallëzu mu veti, me pas një vedije mbi atë se ku e shpenzon kohë. Me lexu, me mësu edhe jashtë drejtimit juaj. Jo veç profesionin. Profesionin patjetër, më shumë ti profesionin, mas pari profesionin, po jo veç profesionin. Se kurreshtja njerëzore nuk shuhet veç me një fush. Ta zëm, kur kemi qenë fëmijë, kemi qenë si dy grupe. Një grup që ka dashur më shumë matematikën edhe logjikën, një grup tjetër më shumë gjuhën, edhe lingvistikën përgjithësi, edhe gjuhët e tjera, jo veçantare. Po jo, për mua më e rëndësishme është me vazhdu me metë student i përjetshëm në kuptimin e të qenë studioz. Faleminderit shumë për lëvizjen. Të dashur bashkëdhetar, nesër përfundon afati për regjistrim për votim nga Mërgata. Të gjithë ju që nuk do të keni mundësi të jeni fizikisht në Kosovë me 7 qershor, bëjeni regjistrimin për votim sot ose nesër. Pas këtij afati nuk do të mund të ushtroni të drejtën tuaj për votim. Le të bashkohemi të gjithë për shtetin e ta bëjmë edhe më të madhe fitoren e 7 qershorit. Mirupafshim. Ndodhemi këtu të shtëpia muze në Krusht të Madhe, në vendlindjen e profesor Kshënvotit të Bacësuk, një mendje jashtëzakonisht e ndritur e shqiptarëve dhe jo vetëm për shkak se teoritë politike të tij kanë vlerë universale dhe padyshim që lexohen e do studiohen edhe nga popujt e tjerë. Sot me 16 maj, ne me shumë pikëllim e dhembje kujtojmë ditën kur para saktësisht 27 viteve profesori Kshënvoti u lirua nga burgu i Dubravës, ku bombahej si rob lufte, ku ishte fillimisht i burgosur politik, vetëm që më pastaj të zhdukej lutshëm dhe sot e kësaj dite ne të mos dimë gjë për të. Lavdi profesor Kshënvotit dhe të gjithë dëshmorëve e martirëve të kombit shqiptar. 16 maj është ditë dhimbje, është ditë mbledhje, është edhe ditë krenarie. Dhimbje sepse ne për 27 vite vazhdojmë me kërku fatin e babait ton, familjarit ton, sepse u Kshënvotin Serbia fizikisht ka mujt me zhduk, por ai ka përjetësu vetëm. Sepse veprat e Kshënvotit, siç e tha dhe kryeministri, mbesin në themelët e Republikës tonë, mbesin në çdo pllom të kësaj toke dhe ai është i përjetshëm jo vetëm për ne si familje, por besoj që për të gjithë shqiptarët kudo që janë. Dje kemi marrë vendimin si qeveri e Republikës për shpronësimet e nevojshme dhe pa humbur kohë po e fillojmë punën për këtë rrugë e cila është gjithsej e gjatë 1140 metra dhe kostoja e gjithë mbarshme është 1 milion euro. Unë falenderoj operatorin ekonomik e inkurajoj që dinamika e punimeve të jetë e përshpejtuar dhe gjithashtu falenderoj ministrin, ish-ministrin dhe të gjithë banorët e Mushtishtit. Do të vijmë këtu bashkë prapë kur duhet ta bëjmë edhe për urimin. Teje të rëndësishme është të lidhet Suareka me shtërps për qytetarët, për turizmin, për biznesin. Urime gjithë. Për më tepër, jam i lumtur të njoftaj që
Qeveria Kurti ka investu në qytetin e Soarekës, në komunën e Soarekës, dikun 13 milion euro investime, 2 milion janë në dëshpërfundume, 11 milion kryeministër janë në proces e sipër. Për më tepër, një lajm i mirë është se Ministria tash do të bëjë zotimin e mjeteve këtë javë për rrugën Guri Matuzit Gradanc, pra një lajm tjetër i mirë për Mushtishtin. Dhe gjithashtu 400.000 euro do të ndohen për Soarek Peçan i vogël, edhe ato mjetet do të zotohen pra këtë javë. Pana ja frena me punëtira. Është vendimi që bërën parti. Për shpronësimin e pronave. Ministrin në detyrë të infrastrukturës dhe transportit në Malbashën, e cila tani Shirokën në Sërp e ka lënë këtu nëpër Mushtish. Një lajm i mirë është se Ministria tash do të bëjë zotimin e mjeteve këtë javë për rrugën Guri Matuzit Gradanc. Dhe gjithashtu 400.000 euro do të ndohen për Soarek Peçan i vogël. Shumë mirë, faleminderit.